Aktori i njohur nga Maqedonia, Xhevdet Jashari, është rikthyer nga Gjermania e po ashtu edhe në aktrim pas 5 vitesh pushim nga skena. Në një intervistë të fundit ai ka thënë se fjala Kosovë vjen prej serbëve. Madje i mllefosur i shylli Osamir vazhdon tutje me deklaratën e fortë, duke thënë se më mirë të thonë janë serb se sa kosovar. Kosovar është serbisht, kosovar janë ata që vetë fjala Kosovë vjen prej serbëve, vetë fjala Kosovë vjen prej serbëve. Duhet më ardh shumë rënd atij shqiptari që thotë jam kosovar. Ndarjes që i bëjnë fatkeqësisht ka shumë, por për mua janë shumë pak. Më dhem shumë kur dikush thot kosovar, shumë më dhem, u shpreh ai. Çka më thon unë që jam shqiptar i Maqedonisë që du Kosovën, i du shumë shqiptarët e Kosovës. Çka më thon ai i Preshevës, ne jemi shqiptar, nuk jemi serb, nuk jemi maqedonas. Mallkuar qoftë ai që bën ndarjen e shqiptarëve, ai që thot kosovar jena, jo bre si jeni kosovar, ma mirë thuj serb jam se kosovar. Si e bre kosovar ti je shqiptar. Shtoja i më tutje. Kjo është terminologji që e ka shpik serbi e ti me pranu, se di qysh e pranojnë që ata. Se cili njeri e ka të drejtën e vetë me shprej qysh ndjehet, vazhdoj mes të tjera është Jashari. Ai tani duhet theksuar se i është bashkuar serialit Bashkallajk. Publiku shqiptar e njeh më mirë si Arif Hikmeti, personazhin komik nga seriali shumë i dashur Osamir, por aktori Xhevdet Jashari është rikthyer në vëmendjen e ekranit pas një pauze të gjatë. Pas një periudhe që e kaloi në Gjermani, Jashari ka vendosur të kthehet në atë dhe në pasionin e tij të vjetër, aktrimin. I ftuar në një intervistë në Kosovë në TV1, aktori tregoi për rikthimin e tij të shumë pritur në skenë, duke pohuar se gjithçka ka ndodhur në mënyrë të natyrshme edhe në kohën e duhur. Pata prap fat, hyra në momentin e duhur, në kohën e duhur dhe me skenarin e duhur dhe rolin e duhur. U shpreh ai duke treguar entuziazmin për projektin më të ri ku është përfshirë në serialin Bashkallajk. Rikthimi i tij nuk është vënë re vetëm përmes rolit të ri, por edhe për ndryshimin e madh që ka pësuar në pamjen e tij. Nga pamja dikushme e Arif Hikmetit, karakteri që fitoi zemrat e publikut me gjuhën e tij të theksuar, Jashari tashmë vjen me një stil më modern dhe serioz, që reflekton edhe maturinë, por edhe përvojën e viteve larg skenës. Ndryshimi në dukje është komentuar gjerësisht nga ndjekësit në rrjetet sociale, shumë prej të cilëve janë befasuar nga transformimi i aktorit.